Harmoni dhe stonim nga jeta të dërguarit Muhammed a.s. I dërguari urdhëroi që burri i tij sapo marrën të bëjë xhami, dhe ashtu si në Kuba ju përveshën punës për të më njëherë. Shumica ndërtimit u bë me tulla, por në mes të murit verior, pra murit e Jeruzalemit, ata vendosën gurë në të dy anët e mihrabit. Palmat në obor u prend dhe trunjët e tyre u përdoren si shtylla për të mbështetur qatin me deg hurmash, por pjesa më madhe e oborit u la e hapur. Muslimanëve të Medinës u ishte dhënë titull ensar nga profeti, që do të thotë ndihmues, ndërsa muslimanët e Kureshëve dhe të fisëve të tjera që kishin lënë shtëpitë duke mërguar në oaz i quajti muhaxhire, pra mërgues. Të gjithë morën pjesë në punim për fshirë vetë të dërguarin, dhe teksa punonin, ata këndonin dy vargje që dikush i kishte sajuar për rastin. O Zot, nuk ka hajër përveç atij të ahiretit, ndaj ndihmoj ndihmuesit dhe mërguesit. Dhe nganjëherë këndonin: nuk ka jetë përveç asaj të ahiretit, mëshirë o Zot mbi ndihmuesin e mërguesit. Shpresoj se këto dy palë do të fuqizoheshin nga 1/3, dhe i dërguari i bëri një marrëveshje obligimi të ndërsjellë midis ndjekësve të tij dhe xifutëve të oazit, duke i përfshirë në një bashkësi të vetme besimtaresh, por duke lënë vend për dallimet mes dy feve. Muslimanët e xifutët do të kishin status të barabartë. Nëse i bëhej pa drejtësi një xifuti, ai duhej mbrojtur nga muslimanët e xifutët për t'i rifituar të drejtat e tij, njësoj si po t'i bëj zullum një muslimani. Në rast lufte me politeistët, ata duhet të luftonin si një popull, dhe as xifutët as muslimanët nuk duhej të bënin paqe veçmas, por paqe do të ishte pandashme. Në rast dallimi, në opinion, ose marrëveshjeje apo kundërshtie, çështja do t'i drejtohej Zotit nëpërmjet të dërguarit të tij. Megjithatë, nuk ishte kusht të hapet një xifutët ta njihnin formalisht Muhamedin si të dërguarin dhe profetin e Zotit, tonë se përmendej si tillë për gjatë dokumentit. Xifutët e pranuan marrëveshjen për arsye politike. I dërguari ishte tashmë njeriu ku e ku më i pushtetshëm në Medinë, dhe pushteti i tij kishte gjasa për t'u rritur. Ata nuk kishin zgjidhje tjetër pos të pranonin. Megjithatë, shumë pak prej tyre ishin në gjendje të besonin se Zoti do të dërgonte një të dërguar që nuk ishte xifut. Fillimisht ishin të përzemërt se jashtëmi, çfarëdo që mund të thoshin mes njëri tjetrit, dhe sado të vendosur të ishin në ndërgjegjen për epërsinë e tyre, epërsinë e pamat dhe të pakrahasueshme të popullit të zgjedhur përmbi të gjithë të tjerët. Por edhe pse dyshimi i tyre ndaj fesë së re ishte normalisht i veluar, ata ishin gjithmonë të gatshëm ta ndanin me çdo arab që mund të kishte me dyshje për burimin hynor të shpalljes. Islami vazhdonte të përhapej shpejt mes klaneve Evs dhe Hazreç, dhe disa besimtarë e mirëprisnin ditën kur në sajt të marrëveshjes me xifutët, oazi do të ishte një tërësi e harmonishme. Por shpallja tani dha paralajmërime për elemente të fshehura stonimi. Pikërisht rreth kësaj kohe filloi të shpallej surja më e gjatë e Kuranit, El Bekare, Lopa, që ndodhet në fillim të librit, fill pas 7 ajeteve të Fatihas, hapjes. Ajo nis me një përkufizim të përudhurve. Elif Lam Mim. Ky tej çdo dyshimi është libri përudhje për ata që i druhen Zotit, të cilët besojnë tek e pagdukshmja, falin namazin dhe japin nga ajo që u kemi dhuruar, dhe të cilët besojnë në çfarë të shpallet ty e në çfarë është shpallur para teje, dhe janë të sigurt për ahiretin. Këta janë ndjekësit e përudhjes nga Zoti i tyre, dhe këta janë fatmbarët. Atëherë, pasi përmenden jo besimtarët që janë të verbër e të shurdhër ndaj së vërtetës, përmendet një grup i tretë njerëzish. Dhe ndër njerëz ka që thonë: besojmë në Zot dhe në ditën e fundit, por se prap nuk janë besimtarë. Kur takojnë ata që besojnë, thonë: besojmë, e kur veçohen të shejtanet e tyre thonë:
Vërtet jemi me ju, neve thjesht u talla. Këta ishin të lëkundurit dyshuesit dhe hipokritët, Evs dhe Hazrejq, në të gjitha shkallet e tyre të ndryshme të jo sinceritetit. Dhe shejtanët e tyre, pra, frymëzuesit e tyre për keq, ishin burra e gra jo besimtar që bën çka mundën për të mbjellë farerat të dyshimit. I dërguari u paralajmërua këtu për një problem i cili nuk kishte shqetësuar as pak në Mekë. Atje sinqeriteti atyre që kishin përqafuar Islamin nuk dyshohej kurrë. Arsyet e kthimit mund të ishin veçse shpirtërore, nga se për gjërat e kësaj bote një i kthyer nuk kishte asgjë për të fituar e në goxha raste shumë çka për të humbur. Por tani kishte arsye të caktuara të kësaj bote për të hyrë në fenë e re, dhe këto ishin në rritje të vazhdueshme. Ditët e mungesës së plotë hipokritëve në radhët e muslimanëve kishin ikur përgjithmonë. Disa nga shejtanët e përmendur ishin nga qifutet. E njëjta shpallje thoshte: shumë nga njerëzit e librit ëndën t'ju kthejnë në mosbesim pas besimit tuaj, nëpërmjet zilisë që kanë në shpirtra. Plot pa durim qifutet, mezi kishin pritur ardhjen e të dërguarit të parashikuar, jo për hir të përndritjes shpirtërore që do të sillte, por që të rimerrnin supremacin e dikush më në Jethrib. Dhe tani, për lemërinë e tyre, panë se ishte një pasardhës i Ismailit, jo i Isakut, ai që po shpallte të vërtetën e Zotit një, me një sukses që vërtet sugjeronte mbështetje hynore. Ata druheshin se ai ishte vërtet i dërguar i premtuar, se këndemi edhe armiqësia tyre ndaj popullit, të cilit i qenisur. Prap se prap ata shpresonin se nuk ishte dhe vazhdimisht kërkuan të bindnin veten e të tjerët se ai nuk ishte premisat e vërteta të një të dërguari nga Zoti. Muhamedi pretendon se atij vin habere nga qielli, por nuk di ku ka deven. Tha një qifut ditën kur njëra nga deve të profetit kishte ikur. Unë di vetëm atë që më jep Zoti të di, tha i dërguari kur dëgjoi për këtë. Dhe ai më ka treguar këtë. Ajo është në luginën që do t'ju adeftoj, e kapur pas me përkapistre. Dhe disa ndihmues shkuan dhe gjetën aty ku kishte thënë se ndodhej. Shumë nga qifutet e mirëpritën fillimisht atë që dukej si fundi i krejt rrezikut për një shpërthim të mëtejshëm lufte civile në oazë. Prap se prap, ai rrezik kishte dalë me leverdi, sepse përçarja mes arabeve e kishte ngritur së tepërmi statusin e jo arabeve, të cilët ishin goxha të kërkuar si aleat. Por bashkimi i Evsëve me Hazrejqët i bëri aleancat e vjetra të panevojshme, duke u dhënë sa kaq arabeve të Jethribit një fuqi të frikshme. Marrëveshja e qifutëve me të dërguarin u mundësonte të kishin hise në atë fuqi, por ajo nënkuptonte dhe mbartje detyrimesh për një luftë të mundshme kundër fuqisë shumë të madhe arabe. Çështria e ata në oazit mund të kishte disa avantazhe të tjera të rënda për ta në rendin e ri të gjërave, i cili ende nuk ishte sprovuar, ndërsa rendin e vjetër e njinin dhe ishin as të Zot në marifetet e tij, sa që shumë prej tyre ëndeshin për t'ju kthyer atij. Një politikan i moqëm që futi Beni Kajnukës, mjeshtër në artin e shfrytëzimit të përçarjes mes fisëve arabe, u ndi veçanërisht i irrituar nga misia e re mes Evsëve dhe Hazrejqëve, kështu që e udhëzoi një dalosh të fisit të tij me zë të bukur, që të ulej mes ndihmuesve kur të ishin të dubuar dhe të recitonte disa nga poezitë të thurura nga burrat e dy fisëve, fill para pas Buathit, betejës më të fundit të luftës civile, poezi që shanin armikun, madhëroni veprat të guximit, elegji për të vdekurit, kërcënime, hakmarrje. Djaloshi veproi siç ishte porositur, dhe shpejt tërhoqi vëmendjen e të gjithë të pranishmeve, duke i bartur nga atajshmja në të shkuarën. Burrat Evs, duar trokitën furishëm, poezitë e Evsëve, ndërsa Hazrejqët, poezitë e Hazrejqëve. Atëherë të dyja palët filluan të debatonin, të krekoseshin, të bërtisnin, fyrje dhe kërcënime. Gjersa më në fund shpërtheu britma. Tek armet! Dhe ata dolën të shtresa lavës, gati për të zhvilluar betejën rishtas. Kur i erdhi lajmi të dërguarit,
Ai mblodhi të gjithë mërguesit që kishte pranë dhe nxitoi atje, ku dy palët ishin rreshtuar tashmë për luftim. O musliman, tha ai dhe thiri 2 herë emrin hynor. Allah, Allah! A do të veproni si në kohën e ignorancës, dhe pse jam me ju, e Zoti ju ka udhëzuar në Islam dhe ju ka ndëruar me të, duke ju mësuar t'i lini zakonet pagane, duke ju shpëtuar nga mosbesimi dhe bashkuar zemrat? Ata e kuptuan menjëherë si ishin kequdhëzar dhe u përlotën duke përqafuar njëri tjetrin dhe u kthyen me të dërguarin në qytet, të vëmendshëm e të bindur ndaj fjalëve të tij, për ta bashkuar komunitetin e besimtarëve. Dhe mëtej i dërguari tani themeloi një pakt vëllazërie mes ndihmuesve e mërguesve, në mënyrë që çdo njeri nga ndihmuesit të kishte një vëlla nga mërguesit, që ishte më i afërt me të se cili do prej ndihmuesve, dhe çdo mërgues do të kishte një vëlla ndihmues, që ishte më i afërt me të se cili do mërgues. Por ai e përjashtoi veten dhe familjen e tij, sepse do të kishte qenë tepër e papëlqyeshme, dhe ai të zgjidhte për vëlla një nga ndihmuesit e jo një tjetër, kështu që ka pjaliun për dore, dhe tha, ky është vëllai im, dhe bëri Hamzain vëllain e Zeidit. Ndërkundërshtuesit kryesor të Islamit ishin 2 kushërinj, bij tezësh, por Evs dhe Hazrec nga baballar, ku secili kishte ndikim në fisin e vet. Burri Evs e Buamiri quhej nganjëherë Murgu, pasi kishte qenë nganjëherë asket dhe njihej se vishte rroba leshi. Ai pohonte se i përkiste fesë së Ibrahimit dhe kishte fituar një farë autoriteti fetar ndër njerëzit e Jethribit. Ai erdhi te i dërguari pak pas mbërritjes së tij për ta pyetur gjoja për fen e re. Ai mori përgjigje me fjalët e shpalljes që kishte përkufizuar atë më së një herë si feja e Ibrahimit. Por unë jam Isai, tha e Buamiri. Dhe duke ngulmuar përballë mohimit, ai e akuzoi të dërguarin se kishte falsifikuar besimin ibrahimik. Nuk e kam bërë këtë, tha i dërguari, por kam sjellë të bardhë e të dëlirë. Zoti e bëft gënjeshtarin të vdes si egzilit e buar në vetmi, tha Buamiri. Amin, tha i dërguari, Zoti ja bëft këtë atij që gënjen. E Buamiri e pa me njëherë se autoriteti i tij po humbiste pesh, shpejt e u idhnua edhe më tepër nga përkushtimi i të birit, Hanzale, ndaj të dërguarit. Nuk kaloi shumë dhe ai vendosi t'i merrte ndjekësit e tij të mbetur, që ishin 10 gjithsej, në Mekë, me sa duket i pavetdijshëm se ky ishte fillimi i egzilit të vetmallkuar të tij. Kushëriri i tij, Hazrec, ishte Abdullah ibn Ubej, i cili ndjente se ishte penguar nga ardha të dërguarit. Ishte privuar jo vetëm nga autoriteti shpirtëror, por edhe nga pushteti toksor kryesor në oazin Jethribas. Edhe ai kishte idhnim e të shikuarit të birit, Abdullahut, tek i fitoi zemrën nga i dërguari, bashkë me të bien Gjemilen. Por ndryshe nga e Buamiri, ibn Ubej ishte gati të priste, duke menduar se herët avon dikimi i dërmues i të sapo ardhurit do të fillonte të mpakej. Ndërkohë, politika e tij ishte që të ishte sa më i paangazhuar të mundej, por nganjëherë i tradhtonte padashje ndjenjat e tij. Një rast i tillë ishte kur një tjetër kryetar Hazrec, Sad ibn Ubade, u semur dhe i dërguari shkoi t'i bënte vizitë. Të gjithë të pasurit të oazit e kishin shtëpitë si fortesa dhe rrugës sa i kaloi afër Muzahemit, fortesës së Ibn Ubejit, i cili ishte ulur në hijen e mureve të saj. I rrethuar nga disa antarë të vizit dhe Hazrec të tjerë, nga njerëz e lëku, për kry plakun i dërguari zbriti nga gomari i tij dhe duke shkuar që ta shpërshëndeste, ul një copë kohë në shoqërinë e tij, duke kënduar Kur'an dhe duke ftuar në Islam. Kur ai tha gjithçka i ndjeu zemra, ti thoshte, Ibn Ubej ju kthye dhe tha, s'do kishte gjë më të mirë se ky fjalimi yti, veç sikur të ishte i vërtet.
ri pra brënda në shtëpinë tënde, e kujto që të vjen, predikoj kështu, por ato që nuk të vjen, mos e rëndo me fjalosjen tënde, e as mos të hyrë në të bim, me çfarë si pëlqen. Jo, tha një zë, eja të ne me të dhe bëna vizit në të bimet e mahallat tona, sa të e duam, dhe atë na ka dhënë Zoti nga bereqetit e tij, e në të ka udhëzuar. Folësi ishte Abdullah ibn Ravahe, dikush nga i cili Abdullah ibn Ubej kishte menduar se mund të priste mbështetje në çdo rast. Kryetari i shkënjyer tani shqiptoi zymetisht një strof me kuptimin kush braktisej nga misht, ishte i thënë të mundej. Ai e kishte mësuar me qartë se kur, se ishte kot të rezistoje. Kurse i dërguari u largua thellësisht i trishtuar. Megjithatë, dërimin shkëlqyes të Abdullahut dhe kur hyri në shtëpinë të Semurit, refuzimin që kishte marrur e kishte ende të shkruar në fytyrë. Sadi e pyeti menjëherë se ç'e shqetësonte dhe kur dëgjoi për mosbesimin e padepërtueshëm të Ibn Ubejit tha: "Merre shtruar me të, o i dërguari i Zotit, se kur Zoti të solli të ne, pikërisht atëherë po i bënim një diadem, me të cilën ta kurzonin, dhe ai të sheh sikur i ke rëmbyer mbretërinë." I dërguari nuk i harroi kurrë këtë fjalë, e sa për Ibn Ubejin, ai e pa shpejt se ndikimi i dikur i madh i tij po pak i shpejt dhe se po të mos hynte në Islam, ai do t'i zhdukej i krejt. Nga ana tjetër, ai e dinte se një pranim nominal i Islamit do ta konfirmonte në autoritetet, sepse arabët ishin kundër thyrjes së lidhjeve të tyre të aleancës, veç se po të kishin arsye të madhe për këtë, kështu që nuk kaloi shumë, e ai vendosi të hynte në Islam, por ndonse formalisht i dha besën të dërguarit dhe ndiqte lutjet rregullisht me pas. Besimtarët nuk arritën kurrë të ndiheshin të sigurt rreth tij. Kishte edhe të tjerë për të cilët ishin po aq dyshues, por Ibn Ubeji ishte ndryshe nga shumica të kthyrëve të vaket ose të pasinqert, për arsye të ndikimit të tij të madh, i cili e bënte edhe më të rrezikshëm. Muajve të parë, kur ende ndërtohej xhamia, bashkësia pestoi një humbje të madhe me vdekjen e Asadit, burrit e parë në Oaz, që i dha besën të dërguarit. Pikërisht ai kishte qenë strehuesi i Musabit dhe kishte punuar aq afërt me të gjatë vitit mes dy akapëve. I dërguari tha: "Qifutët dhe hipokritët arab me siguri do të thonë për mua, sikur të ishte profet, shoku i tij nuk do të kishte vdekur. Dhe vërtet dëshira ime nuk më vlen asgjë, as për vete, as për shokun kundrejt vullnetit të Zotit." Mbase bashkë në xhenazën e Asadit e takoi Selman, persianit, për së dyti të dërguarin, sepse vetë Selmani ja përshkoi këtë takim në vitet e mëvonshme djalit e Abbasit, duke i thënë: "Shkova tek i dërguari i Zotit kur ishte në Baki el Karkat, ku kishte ndjekur kortezhin e njërit prej shoqëruesve të tij." Selmani kishte ditur se ai do të ishte atje dhe e rregulloi të mungonte nga funa në kohët për të arritur varrezën pas xhenazës, ndërsa i dërguari rinte ende me disa nga mërguesit e ndihmuesit. "E përshëndeta", tregon Selmani. "Pastaj i shkova për qark me shpresën se mund t'ja shihja vulën, duke ditur atë që dëshiroja." Ai e kapi hirkën e tij dhe e hoqi nga shpina, kështu që pa zhvullën e profecisë tamam siç ma kishte përshkruar mjeshtri. U përkula mbi të, e putha dhe qava. Pastaj dërguari i Zotit më urdhëroi të vija rrotull dhe shkova ula përballë tij dhe i tregova ngjarjen time, dhe ai ishte i kënaqur që shoqëruesit e tij ta dëgjonin. Pastaj hyra në Islam, por Selmani u mbaj në punë si skllav të Beni Kureidhet dhe për 4 vite të ardhshme kishte fare pa kontakt me bashkëfetarët e vet. Një tjetër burr nga njerëzit e Librit që pranoi Islamin në këtë kohë ishte një rabin i Beni Kainukës, Husein ibn Selam. Ai erdhi tek i dërguari në fshehtësi e i dha besën me çfarë i dërguari dha emrin Abdullah, dhe i kthyeri i ri sugjeroi që para se Islami i tij të bëhej i njohur,
duheshin pyetur të vetet për pozitën e tij ndërta. I dërguari e fsheu në shtëpinë e tij dhe thiri njërin nga burrat kryesues të fisit Kajnuka. "Ai është kryetari ynë", u përgjigjen ata pyetjes së tij. Atëherë Abdullahu u doli përpara e tha: "O shifut, druajën i Zotit dhe pranojeni atë që ai ju ka dërguar, se ju e dini që ky është i dërguari i Zotit." Atëherë ai pohoi islamin e tij dhe të familjes së tij, derisa të vetët e shanë dhe mohuan pozitën e tij të mirë mes tyre, të cilën sapo e kishin pohuar. Islami tani më ishte vendosur fuqishëm në oaz. Shpallja urdhëroi dhënien e zakatit dhe agjërimin e muajit të Ramazanit, duke parashtruar në përgjithësi të ndaluaren dhe të lejuaren. 5 vakte të faleshin rregullisht në xhamat. E kur vinte koha për secilin vakt, njerëzit mblidheshin në vendin ku po ndërtohej xhamia. Gjithkush e gjikonte kohën nga pozita e diellit në qiell, ose nga shenjat e para të dritës në horizontin lindor, apo nga zbeja e shkëlqimit e tij në perëndimin pas muskut. Por opinionet mund të dallonin, e i dërguari ndjeu nevojën për një mjet që t'i thëriste njerëzit në namaz kur vinte çasti duhur. Në fillim, ai mendoi të caktonte dikë që t'i binte boris, si asaj të qifuteve, por më vonë vendosi për një gjuhës të drujt, nakuz, siç përdonin të krishterët lindor aso kohë. Dhe di copa druri u formësuan tokë për atë qëllim, por atë nuk qenë, thënë, të përdoreshin kur. Sepse një natë, në Hazreq, Abdullah ibn Zejdi, i cili kishte qenë në Akaban e dytë, pati një ëndër të cilën ja tregoi të nesërmën të dërguarit. Më kaloi pranë një njeri që kishte veshur 2 rroba me jeshile dhe mbante një dorë në nakuz, ndaj i thash: "O robi i Zotit, apo mashetat e nakuz, ç'të duhet?" më tha. "Duam t'i therasin njerëzit në namaz me të", u gjegja. "Ata tregojnë një mënyrë më të mirë", më tha. "Cilën?" e pyeta unë. Dhe ai u përgjigj: "Të thuash Allahu Ekber, Zoti është më i madh." Njeriu me jeshile e përsëriti këtë madhërim 4 herë. Pastaj, secili nga vijuesi 2 herë: "Dëshmoj se nuk ka Zot përveç Zoti. Dëshmoj se Muhamedi është i dërguari i Zotit. E jani në lutje, e jani në shpëtim. Zoti është më i madh." Dhe një herë tjetër: "Nuk ka Zot përveç Zoti." I dërguari pohoi se ky ishte një vizion i vërtet dhe i tha të shkonte te Bilali, i cili kishte zë të shkëlqyer dhe ja mësonte fjalët tamam siç i kishte dëgjuar në gjumë. Shtëpia më e lartë në mahallën e xhamisë i përkiste një gruaje të klanit në xhxhar, dhe Bilali vinte atje çdo agim e ulej në atë xhati. Duke pritur lindjen e ditës, kushit e dritën e parë të zbete në lindje, ai ishte të krahet të lutej: "O Zot, ty të lavdëroj dhe të kërkoj ndihmë për Kurejshet, që ta pranojnë fen tënde." Atëherë ngrihej në kam edhe thëriste zanin.